ndodhur herë me dëgju kësi lloj lajmesh? Lajme fantastike. Kur si kisha dëgjuar në jetën time, dhe nuk besoj se do t'i dëgjoj më. Ishin fantastike. Fantastik aktorët tanë, artistët tukulukat, por nga eksperienca e juaj, ndëruar, a ka ndodhur një herë me u gjetë në një situatë të pakëndshme në një moment kur është dashur me dhënë lajmin apo për të qenë me i shpejti ai që e jap lajmin? Situatat vështira plot, por duke marrë shkas nga lajmet që dëgjuam, që ishin fantastike. Në fakt, shumë histori për treguar. Na e veçoj njërën. Do veçoj njërën shumë shkurt, për të mos ju marrë kohën juve. Ishte, në fakt, ishim në transmetime live. Dhe një nga kolegët e mi më telefonon dhe më thot Alban, ka rënë zjarë diku dhe duhet nisim patjetër makinat e direktes me gazetarët. Duhet shkojmë atje. Në gazerin, fakt, minimumi duhet marrësh lajme nga 2 burimet sakta që ta japësh lajmin. Megjithatë, debatoj paksa me kolegun dhe i them dëgjoj, makinat nuk kanë si niset, makinat e direktes, pa e konfirmuar lajmin sakt nëse është i vërtet apo jo. Jo, tha pa merake, kam konfirmuar unë. Okej, ndërkohë ishte nisur gazetarja përpara dhe makinat që i shkonin pas. Ndërkohë, unë më desh të përgatisja gazetarin që ishte në studio, që po bënte një bisedë në fakt për libra. Ishte jo, unë gazetaris po i flisja në kufje, po i thosha dëgjoj, bëu gati, sepse në momentin që do vi lajmi, sepse filluan titrat të shkruashin, dje zjarë tek filan pallat, forcat shumëta zjarë fikse, forcat shumëta policie. Ndërkohë ne po prisnim që të hapej planit dhe të shikonim live ç'po ndodhte me zjarin që kishte rënë atje, që më kishte thënë kolegu. Ndërkohë më merr gazetarja në telefon dhe më thot Alban, këtu nuk ka zjarë, thash djegu një tenxhere me tenxhere. Dhe ka dalë vetëm fakti. Dhe absolutisht gazetarja që ishte në studion live që unë e kisha para përgatitur pak më parë dhe po i thosha Kozete dashur, bëje alarmante situatën, ka rënë zjarri i madh, kështu, po kur të them unë do ta anoncosh. I them në atë moment Kozet, nuk ka rënë zjarr, u anullua lajmi, është djegur një tenxhere, kaq ishte. Ndodhin edhe këto, por absolutisht publiku nuk merr vesh asgjë se çfarë ndodh, pra pakuintave, këto janë gjërat përditshme në fakt që ndodhin në gazetari. Ka dhe gjëra që... Por profesionistët i menaxhojnë mirë këto situata, sigurisht dhe nuk diskutohet. Po ka dhe momente që të rrëshkasin, kështu që duhet jesh shumë i fortë profesionalisht, të dish të përballosh, të mos të rrëshkas asgjë, sepse publiku do gjithmonë informacion të sakt dhe të sigurt. Gjithë këto vite eksperiencë, ku e vreni dallimin mes gjeneratave të reja, po flas për gazetarin, dhe gjeneratës suaj? Absolutisht. Ka diçka që të pengon, apo diçka që të fascinon në atë kuptimin më të mirë të fjalës? E kuptoj, brezi i ri në fakt që po vjen, është një brez vërtet shumë i saktë, shumë i njohur në fakt me të rejat e shkencës, po përparon shumë shpejt teknologjia dhe ata e kanë në dorë, ato ta përdorin, por po vërre diçka për fat keq që nuk e duan shumë punën. Se duan punën? Nuk e duan shumë punën dhe në fakt, nëse ne kemi për sakrifica të llojit që ndoshta për brezin e ri nuk bëhen, mua vjen keq që ata ndoshta dhe thonë që kjo nuk bëhet. Nuk ka gjë që nuk bëhet. Absolutisht njeriu i bën të gjitha. Zoti na ka krijuar në atë mënyrë dhe në atë formë që ne të jemi të gatshëm dhe të përballojmë çdo gjë dhe të bëjmë çdo gjë. Vetëm duhet pak më shumë vullnet, më shumë dashuri për punën që bëjmë. Kështu që duhen edhe orë të zgjatura në punë, duhen dhe sakrifica në fakt. Për ne që jemi gra, ndoshta i mungojmë edhe pak më shumë fëmijëve në shtëpi dhe bashkëshortëve, por është pjesë e zanatit tonë, e kemi pranuar. Sa po doja ta bëja edhe këtë pyetje, i mungoni shumë familjes, apo? Them që po. Ju jeni bashkëshorte dhe nën? Po, unë kam një vajzë 21 vjeçare, është studente. Vajzë 21 vjeçare? Vajza ime është studente. Por kam pasur periudat vështira kur ai ishte më e vogël dhe ndoshta kishte më shumë nevojë për prezencën time aty. Dhe nuk e harroj dikur kur unë isha ne ndiqnim zgjedhjet parlamentare dhe ishim maraton, rinim non stop në punë, edhe ditën dhe natën. Unë shkoja për shumë pak në shtëpi, nuk e harroj kur më thot mam, po të harroj fytyrën. Ka qenë moment shumë i vështirë imi në fakt. Jam përlotur për momentin, më desh që t'ja tregoj dhe t'i thosha mam, është periudhë shumë e vështirë, është situatë zgjedhjesh. Sigurisht, çdo profesion e ka sakrificën e vet, ajo nuk diskutohet, por edhe familja... Patjetër që po. Megjithatë,
mua më vjen mirë kur ajo thotë që mam, ti je heroina ime dhe unë dua të ndjek ty. Je model, mami model. Më falë, si jeni zonja mirë, je mirë jeni? Faleminderit ju. Përshëndetje zonjusha, si jeni mirë jeni, mirë si keni qenë, faleminderit shumë që keni gjetur kohë të vini në Kosovë të na vizitoni. Faleminderit shumë që vini ardhët në Kosovë këtë më na poshtë. Çata se kesh të të këshyrë dhone çka? Kjo ndrimi dialektit. Ja, di pak realisht mi respektu këta të më Shqipëri. Shumë faleminderit. Në këta të Kosovë. Ai në mira, mojta o lëtë ta, që shënja. Zonja Viliet, një pyetje të vogël. Hajde. A Naimi a erdhë? Veç sa s'kam rrim. A veç që s'kam rrim? Veç sa s'kam Dhe rrim. thëtë sarë? Po, a ti dule me kërku Naimina? Pa, As fate tjetër ka me kërku ne i pari, po erdhe këtu direkt në skenë? Pa, ku se dhe ti, ku ka me ditë të trekosh ko është? Po pritë dhe ka. Ne, përre se që dhe. Ari, veç sa s'ka ardhë. Unë erdhë Veç sa s'kam rrim. Po, ti serë. Erdhë serë. Po, më vike pak në ardhë, po erdhë serë. Serë. Po, dhe serë. Kush kaqë? Okej, ka të nderit? Veç sa s'kam rrim. Miru paci. Kaloni bukur. Vjolca, si poet, videoklipi kënga me re që e ke lansu këtyre ditve. Unë e di, po për publikun. Personalisht jam e kënaqur se atëherë kur pëlqet prej publikut, normal që edhe unë kënaqem. Sigurisht dhe nuk diskutohet. Tregona kush kanë qenë bashkëpunëtorët e tu, tekstin kush e ka shkruajt këngën, videoklipin dhe krejt këto? Këtë projekt e kam punu në Tiranë, te Alban Fortuna, edhe tekstin Guso, për të realizuar videoklipin me The Production, këtu të Kosovës. E keni gjiru në Kosovë, nëse nuk gaboj? Te Gryka Rrugovës? Te Gryka Rrugovës, po, te një ambient shumë i bukur i Rrugovës. Kënga titullohet Zanin me tani. Po, thash, Zanin me tani, edhe na pas ka po marrë mallin me tani. Një Zanin, kështu që... Faleminderit. Unë kisha pas shumë dëshirë me të ftu në skenë, me këndu këngën edhe me promovu këngën e vjetra. Zanin me tani. Po skena është për ty, Vjolca.